Allahun e falenderojmë, prej t'i falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. A që Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilin e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjesit pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, kjo është gjymoja e parë e muajit të Ramazanit. E lusë Allahun që ky fillim i këtij muaji tjetë fillim i mbarë, tjetë fillim i bekuar, tjetë fillim ku Allahu subhanahu wa ta'ala na stolis me faljen e tij, na gradon me lirin prej zjarmit xhehenemit, neve prindrit ton dhe gjithë muslimanët. Të nderuar vëllezër, muaji i Ramazanit është muaj i mundësive, është muaj në të cilin muaj ai i cili hyn me zemër të pastërt, me përulje, duke synu me ndryshu veten, ko me gjetë ndryshimin bi idhnillahi ta'ala. E lusë Allahun që Allahun me na bo prej tyre, ja Rab, me na bo prej atyre që kem mu marë me veten, kem mu marë me dëbomat tona, e mos mu habit me i këshyrë të tjeret, që ka ju duke vepru të tjeret. Du me trajtu një çështje që është një pikurthave ma të mëdhat shejtanit që ja bën robit. Ja bën robit dhe mashtron. O besimtar, dije se mashtrimi më i madh është edhe rreziku më i madh që shejtani e përdor, është dëshpërimin që ta futë në zemër. Dëshpërimin që ta futë ty në zemër, kinse Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili thot, rahmeti jem ka kaplu çdo gjë, ai ta prun punën në zemrën tonë, dhe se Allahu s'ka me të prek me rahmetin e tij. Allahu s'ka me të fal. Ai nuk të shtin veç me bo gjuna. Ai nuk thot ty veç bën gjuna. Po pas gjinohit, kur jeron gjuna, thot, çka po lodhesh tash? Çka e ka lodhesh, nuk të fal Zoti? E ke bo pendimin hajgare? Sa herë po bjen gjuna, apet po pendohesh, po kthesh apet në gjuna. Kjo është loja që shejtani ja u bën shumë njerëzve. Për atë arsye, i dashurim, dëgjoj çka thot Allahu. Dëgjoj çka thot Allahu. Allahu me këtë fjalë ti ja pren rrugën kësaj kurthe, e shkatron këtë kurth. Thot Allahu, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Thot thuaj o Muhammed, robëve të mi, cëtë dhe robë, atyne që janë lodhë të mboj badet, atyre që janë lodhë të i qu punt e mira në vend, atyre që janë të përkushtum, jo. Thuaj o Muhammed, robëve të mi që kanë të pru me gjunohe. Ama shëshot dashurit e mi, Allahu nuk tha, thuaj Muhammed këtyne gjunahsharve, këtyne të poshtërve, këtyne që nuk po më dëgjojnë mu, këtyne që s'pëjqojnë urnat e mi në vend, jo, mas parti, se Allahu është latif, është i buti absolut. I thëtë robt me butësi, tha, thuaj rob vetëmi, që e kanë të pru me gjunahe, la taqnatu min rahmetillah, mas e humni
mos e humni shpresën prej rahmetit Allahut. Inna Allahe yaghfiru dhunube gjemia, se Allah i fal të gjinohat. Tash këtu dikush thot hoxh, po unë bre 50 vjet që jam fal, 50 vjet kom bo gjinohe, 50 vjet i kom shkel urnat e Zotit, kret mi fal Allah, vallahi kret ti fal. Edhe ma shumë, po hoxhu në kom bo shirk, edhe shirkun ta fal, edhe shirkun e fal Allah subhanahu wa ta'ala, kur robi i kthehet sinqerisht, ama mos gabo me marr këtë pretendim të shejtanit, këtë veset ti, këtë dyshim të rrezikshëm me thonë se Allah nuk të fal. E dini ju dashurit e mi që se s'po du më dalë tash në detaje se në zgjatët hutbja, kur është flit dhe është thonë në kohën e pejgamberi s.a.s. se Omer ibn al-Khattabi po dënë me pranu islamin, ka shkëndijat imanit në sytë e ti. Qa kanë thonë disa për rreth që e në konë? Jënë gut. Ka thonë, vallahi, ata magarte Khattabve, ma për para, bohën musliman sa Omeri. Ama u bohë Omeri musliman. Wallahi u bohë Omeri musliman. Ndryshaj Omeri. Ama Omeri e në morë ndryshimin me seriozitet. Me seriozitet. Hinin islam komplet, ja dërzoj vetën këti dini komplet. Për atë dashurit e mi, këthimi të Allahu subhanahu wa ta'ala, mos i shiqo me katët tuja sa shumë jonë. Mos i shiqo me katët tuja sa shumë jonë. E sa të mdhaja jonë ato, me i shiqu për balë rahmetit Allahu subhanahu wa ta'ala, se rahmeti Allahu të është i madhë. Edhe nëse ke me katu, vallahi, billahi, edhe nëse 100 mekate, jo 100, 1.000, 1 milion dite i bën, këthau të Allahu, edhe Allahu të pranon. Rahmeti Allahut, vallahi të prek kur këthesh të Allahu, kur i këthesh Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, e taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Ai cili thot është pendu prej mekatit, është sikur se mos më e pa bo atë mekat kurriç. Pastaj në hadith kutsi, që ka thot Allahu te bareke wa ta'ala, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb, yaghfiru dhanb. Fa Allahu tha, robi më tha e ka ditë se e ka një Zot që i fal gjinohet. Hadith e i gatë. Në fund hadithit, që ka thot Allahu subhanahu wa ta'ala, bën që ka dush o robi e mëson e ty të fala. Deri sa dhe me thonë, ti pendohesh, i kthesh Allahut, se Allah subhanahu wa ta'ala dashurit e mi, është i but me ne. Shqo sa i buto me ne. Na jep afat, që na mu këthy, nuk na turpran, nuk na i zbulon të meta tona me na i pa njerëz, na i mbulon ato se mos po kthehemi ne ndaj. Allahu te bareke wa ta'ala dashurit e mi, çdo natë, në pjesën e tretë të natës zbret në qiellin e kësaj dynjaje dhe thot, a ka dikush që kërkon falje, unë ta fali. E sidomos dashurit e mi, për shfrytëzoj rastin, pasi e përmenda këtë hadith, që një pjesë e madhe e jona qohem në atë kohën syfyr. Bashkë që ajo kohë është kohë e syfyrit dashurit e mi. Mosu habit, a ke samuni në zet, a ke iftoft, a ke ushimi mira jo, është koha ku Allahu i falë robët e vetë. I falë Allahu subhanahu wa ta'ala robët e vetë, që shka thot Allahu në surën Ale Imran, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Allah i falë ata që kërkojnë falje, wal-mustaghfirin bil-ashar. Ata që në syfër thojnë astaghfirullah, mësa e gjuhën në syfër me thonë astaghfirullah. Ati sa gjunahin ja ke bo Allahut te edhe në i dashur jem. Ati sa gjunahin ja ke bo Allahut edhe Allah i ka haru, nuk i haron gjunahet e ne i kem haru. Sa gjunahin ja ke bo Allahut, ne i kem haru, i kam bulu puluhën i haresës. Ndërsa e Allah subhanahu wa ta'ala i din, bilem ka arë në hadith dashurit e mi,
Ka ardhur në hadith, ose në këtë hadith ka kelam të ulemat, kanë diskutuar për vërtetësinë e këtij hadithit, po disa e kanë saktësuar si të vërtet. Ka thonë kur robi pendohet, e ato mëkate që i ka bërë robi, Allahu ja pranon me pendimin, tash më afshi mëkatet, thot i bën thot me lajket kiramul katibin që i kanë shkru me i haru ato mëkate që i kanë shkruar dhe i fshin Allah subhanahu wa taala. Çfarë bujarie ka Allah subhanahu wa taala. Dashurit e mi, besimtari vërtet është gjithmonë me zemër për ulur. Ai çdo herë kanë vetvete thot unë jam mëkatar, unë jam gabimtar, unë gaboj, unë jam i dopt. Por njëkohësisht ai beson edhe në falën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Lajmëroj thot robërit e mi, o Muhammed, se me të vërtet unë jam falës i madh dhe mëshirëplot. Kujdes o robërit e Allahut, mos e humni shpresën, mos keni mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala. Dije dashurit e mi se Allahu na ka begatu me këtë mujt madh. Na ka begatu Allahu subhanahu wa taala me këtë mujt madh. Na ka bo nasib me hin këtë muaj. Ky muaj është dallu prej 11 muajve tjerë. Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj e urdhëron një thirrës i cili thret ku thot o ti që kërkon të mirën, afroju te e mira. O ti që kërkon të mirën, afro tek ajo është e jotja. O ti që pengohesh, o ti që përpiqesh, o ti që mundohesh, se Allahu dashurit e mi, Allahu te bareke wa taala, wallahi e din gjatë tër vitit se na rëzohem, qohem kom, bëjmë mëkate, pendohem. Ai e din gjendjen ton, e din hallin ton, po e jona është më kthy te Allahu. Mi u kthy Allahut, mu afru te Allahu subhanahu wa taala, yad'ukum liyaghfira lakum dhunubakum. Thot ju thirr, wallahi kjo është shumë e madhe. Yad'ukum, ju thirr ai juve për më fal. Nëse dhe Ramazanin ti nuk e shfrytëzon, më tu fal gjunahet tuja. Mos u bë koprac, mos u lut veç për veten. Lutu për nanën, për babën, për vllazni, për motra, për farefis. Lutu për çdo kënd që ta don zemra. Thuj o Zot na fal. Edhe kjo përdorimi i shprehjes në formën e shumësit na bën mirë vallahi. Ne pozitivitet se jetojmë një kohë kur kem nis jena dashurun individualizëm. Jena të e dash veç veten. E kjo formë e lutjes o Zot na mëshiro. Jo o Zot më mëshiro, po o Zot na mëshiro, o Zot na fal, o Zot na begato, o Zot na udhëzo. Këto na bojnë mirë dashurit e mi. E lusë Allahun që ky muaj të jetë muaj i ndryshimit për gjithë ne. Të jetë muaj i faljes, të jetë muaj i mëshirës, të jetë muaj ku ne do të lirohemi pi zjarmit të xhenemit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa'un minan nar. Thot Allahu ka rob ti që çdo nat në kohën e iftarit rob ti të përzgjedhur që i liron pi zjarmit të xhenemit. Çdo nat kjo ndodh. Çdo nat ti shfrytëzoje kohën e iftarit me lutje edhe thuaj o Zot, ti je ai që më urdhnove me agjëru. Ja unë po agjëroj ja Rabbi për hir tondin. Ja Rabbi, fjalët e tuaja janë hak. Na ke dërguar një pejgamber hak i cili ka thonë se ti çdo nat liron pe zjarmit të xhenemit. Ja Rabbi liron mu, babën, nanën, edhe lej klapa qel. Wallahi me i fol robi çdo nat Allahut me këtë gjuhë, me përullësi, pasha Allahun, ka me liru Allahu subhanahu wa ta'ala. E liran, sa Allahu është bujar, bujaria e ti është e madhe, së mund është mu paramendu, së mund është me përmbledh ti bujarinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Falja ti është e madhe, Allahu na falë të neve, na i falë të prindërit tonë, na i përmisov zemrat tona. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafur.